dea, e kemi dea Staub. Dhe, pluhur. Dhe ose pluhur është dea Staub. Dhe në këtë rast nuk themi dea Staub, por p. Beson ndryshim pra, kur është në fund të rrokjes bashkëtingëllorja ose në fund të fjalës. Për shembull, kemi dea Staub. Dea Staub. Pra dea Staub. Dea Staub është për qëllim dhe ose pluhur. Dea Staub. Një shembull tjetër e shohim kemi das Erlebnis. Das Erleb sepse b-ja është në fund të bashkëtingëllorës. Pra themi për përvojën das Erlebnis. Das Erlebnis. Das Erlebnis. Pra b-ja me qenë se është në fund të rrokjes e shqiptojmë si p. Pra themi das Erlebnis. Das Erlebnis. Është për qëllim përvoja. Das Erlebnis. Përvoja. Në shembull tjetër e shohim e kemi dea Abfall. Ab. Jo ab, por e themi si ab. Për shkak se është domethënë kur shkronja në këtë rast b është në fund të rrokjes ose është në fund të fjalës, lexohet domethënë si çka? Si p. Pra themi dea Abfall. Dea Abfall. Plehra është për qëllim. Pra plehra. Dea Abfall. Dea Abfall. Plehra. Edhe një shembull tjetër që e përdorim së shpeshi, das Obst. Nuk themi obst, por op. Obst. Das Obst. Frutet është për qëllim. Das Obst. Pra edhe ky është një shembull i mirë që e përdorim së shpeshi natyrisht. Das Obst. Pra frutet. Edhe një herë ta përsërisim, pse jo? Tek die Auslautverhärtung do t'i referohemi pra bashkëtingëllorës kur është në fund të rrokjes, kur ajo pëson ndryshim, pra ose në fund të fjalës. Pra në këtë rast e kemi b që shqiptohet si p. Das Obst. Frutet. Një shembull tjetër e kemi hübsch. Hübsch, që është i bukur, i pashëm, i lezetshëm, këtë kuptim, i pashëm, Pra hübsch. Nuk themi hyb, por hyp. Hübsch. Hübsch është për qëllim i pashëm. Hübsch. Natyrisht që kemi u me 2 pika sipër, që është në shqiptim afërsisht me y me zanoren y të gjuhës sonë shqipe,